me shi, si që ka qenë për shembull pranvera e kaluar, atëherë kjo periudhë është shtyr deri në periudhën e verës, kështu që ndoshta ka kaluar ai sezoni polenizimit të pemëve të larta. Varet nga temperatura, nga rrezet e diellit, nga era e lehtë etj. Domethënë, nga disa ndryshime klimatike të cilat mund të përcillen gjatë atij sezoni. Mirë po, problemi fispatologjik, problemi i sensibilizimit, problemi i polisensibilizimit pastaj, polisensibilizimi quajmë neve këtë mashin që shkon nga një sensibilizim, nga një alergjen në alergjen të tjerë, do të jetë edhe më i ashpër vitet e ardhshme. Prandaj ka shumë rëndësi diagnostika e mirëfillt, kemi mundësi të diagnostikës, fatmirësisht tani kemi diagnostikën edhe molekulare, sepse çdo gjë në imunologji dhe alergologji është në nivele molekulare, në molekulat të caktuara janë vizibël tani ato molekulat të cilat neve jemi duke i hulumtuar, kështu që me të vërtet jemi mirë në këtë drejtim. Mirë, a ka gjasa që të trashëgohet si sëmundje, alergjia? Po, alergjia faktikisht njëhet si një ndër sëmundjet më të trashëgueshme në familjet tona. Për arsye është që kemi faktorë të qartë gjenetik cilët e dëshmojnë këtë. Pra nëse prindërit ose familjarët janë të dëshmuar me anë të testimeve apo me anë të ndonjë herë edhe themi anamnezës pozitive, atëherë gjasat që pasardhësi të ketë probleme alergjit janë realisht të mëdha. Mirë, po tashmë me që kemi arritur një kohë të mirë të diagnostifikimit dhe kemi mundësi të ndryshme diagnostike, zbulojnë shumë më herët, madje edhe më herët sa të fillojnë edhe simptomat. Kështu që trajtimi i hershëm, edhe nëse kemi predispozita gjenetike, është gjithmonë i mundur. Kështu që bëj apel të gjithë ata të cilët kanë histori familjare të alergjive, të astmës alergjike, të probleme me këtë natyrë imunologjike, të testohen në forma të ndryshme, ta zbulojnë sa më herët dhe në këtë mënyrë edhe trajtimi bëhet sa më i shpejtë, sepse koncepti i gabuar është që alergjit duhet të trajtohen atëherë kur kemi simptoma. Faktikisht është e kundërta. Alergjit duhet të fillojnë të trajtohen edhe para se të kemi simptoma, në mënyrë që të bëhet ai desensibilizimi apo adaptimi i organizmit sa më herët, në mënyrë që simptomat jenë sa më të vogla apo edhe fare tek personat cilët kanë predispozita. Alergjitë e polenit ose pranverore tash që i kemi, a janë urgjente për trajtesë apo nuk është që shfaqet ose ka efekte shumë të shpejta në trupin tonë, sepse për shembull e di që kur të shkon bleta, është trajtesa e shpejt edhe emergjente. Në këtë rast tek poleni, a do të trajtohen shumë shpejt? Po, do të fillojmë, pastaj nëse ke diçka që të shtosh. Paraqitet një problematik tjetër, domethënë anafilakse, edhe alergjit simptomatike nga trakti respirator. Alergjit nga trakti, po mendoj simptomet nga trakti respirator, duhet të fillojnë që të trajtohen simptomatologjia fillimisht, me anë të farmakoterapisë. Pastaj kalohet në këto prevencat ose trajtimin etiologjik të sëmundjes në kuptimin e vaksinimit ose të dhënies së imunoterapisë. Anafilaksa nga bleta ose nga ushqimet janë anafilaks të cilët mund të marrin jetën. Por çka ndodh te problemi poleneve, sepse nuk duhet ta shohim vetëm si problem të thjesht, një simptomatologji të syve ose të kruarjes së lëkurës etj. Ndodh një reakcion që shënohet si reakcion i kryqëzuar. Në reakcionin e kryqëzuar kemi një reakcion të organizmit ndaj partikulave të caktuara, ku pastaj organizmi vjen dhe sensibilizohet nga pemë, fruta, perime e tjerë, të cilat neve i marrim në përditshmëri. E këto pastaj mund të japin një anafilaks, domethënë një reakcion potencialisht vdekjeprurës. Për shembull, të gjithë e dimë që reaksionin nga kivi, nga avokado, reaksionet nga agrumet, reaksionet nga kikiriku, nga frutat e thata mund të jenë vdekjeprurëse dhe kjo ndodh pikërisht për shkak të një sensibilizimi paraprak nga poleni i caktuar. Prandaj dhe kemi paraqitur edhe si teori që reaksionet nga polenet janë shumë të rrezikshme krahasuar për shembull nga pluri shtëpiak. Natyrshme kjo, sepse besoj që ndoshta edhe sidomos prindrit e rinj duke marrë parasysh që këto ushqimet që i përmendet i ushqejnë fëmijët, me to duhet kem parasysh që mund edhe të shkaktojnë edhe shumë të mëdha. Ka shumë raste me atë që ju përmendni. Pra, reaksionet anafilaktike në ushqime, sidomos te fëmijët e vegjël, kanë rrezikshmëri të lartë dhe potenciale vdekshmërisë. Jo vetëm në mënyrë konsumimit direkt të këtyre, po edhe në mënyrë indirekte, por me prekje, me përqafe, me puthje, nga personat cilët i kanë konsumuar, në drejtim të fëmijët të cilët realisht kanë alergji ndaj këtyre substrateve. Dhe
shpesh herë është një panik ose një frikë ekstreme kur ndodh për herë të parë. Kemi pas ose kemi rastis pacientë që deklarojnë që fëmija nuk ka konsumuar për shembull kikirik, por një i afërm i cili ka qenë mysafir ka puthur fëmijën në faqe dhe fëmija në ato momente, pra në sekondat e parë kalon në një angioedem dhe një reakcion anafilaktik që fatmirësisht ka kaluar pa probleme.